jemi në zyrën e kreut të SPAK, zoti Altin Dumani. Në mbyllje të mandatit si kreu i SPAK, Altin Dumani zgjodhi përsëri radio-televizionin shqiptar për t'ju drejtuar drejt për drejt publikut. Pas 3 viteve në krye të strukturës së posaçme antikorrupsion dhe intervistën ekskluzive për emisionin Trialog të Alba Alishanit. Dosi që aktualisht i kam në nënhetim, do vazhdoj të ndjek edhe pas mandatit 3 vjeçar. Dumani pranoi se ai dhe prokurorët e tjerë të SPAK janë shënjestër e kërcënimeve, përfshirë edhe kërcënime për jetën e tyre dhe të afërmve nga krimi organizuar. Niveli i kërcënimeve sa vjen edhe rritet, kërcënime madje me jetë, deri plane për realizime atentatin ndaj prokurorëve. Jo më pak kërcënuese është politika, me deklarata publike që shkojnë deri tek emra të veçantë, u shpreh Dumani, ndërsa shtoi se edhe aleati i SPAK, media, shpesh baltos punën e tyre me qëllim duke dezinformuar. Me emra të përveçëm, me emra dhe familjarësh, kërcënohen, baltosen, fyen, dhe kjo është formë presioni. Ka individ të veçantë, gazetarë, opinionistë, të cilët kanë bullizuar, kanë sulmuar, kanë keq informuar. Në lidhje me konceptin e Republikës së Prokurorëve, Dumani e cilësoi pavarësinë e prokurorëve si arritjen më të madhe të sistemit të drejtësisë. Sipas tij, SPAK mund të shkrihet vetëm me vullnetin politik, por besimi dhe korniza institucionale e bëjnë këtë të vështirë. Standardet e vendosura, korniza institucionale dhe besimi i publikut, unë besoj që garantojnë vijimësinë e punës së SPAK. Ata e krijuan SPAK, ata nëse vlerësojnë që SPAK nuk e duhet, mund bëjnë ndryshimet kushtetuese dhe ligjore dhe nuk skemi më SPAK. Sa i takon dosjes me Gonigal, kryeprokurori deklaroi se çështja ndodhet në fazë hetimi paraprak dhe se po priten letër porosit nga jashtë vendit. Dumani mohoi ndërhyrje politike që pengojnë hetimet. Dosja thash është në fazën e hetimit paraprak. Prokurorët e posaçëm kanë kryer shumë veprime hetimore lidhur me këtë hetim. Jemi në pritje të ekzekutimit të letërporosisë nga autoritetet e Shtetit Bashkuar. Në lidhje me përdorimin e sektorit të ndërtimit dhe turizmit për pastrim parash nga krimi organizuar, Dumani nënvizoi se masat janë shtuar dhe një ndërtues që përdorte industrinë për këtë qëllim është nën hetim. Një rast ne kemi një hetim për pastrim parash ku qartë duket që personi i cili hetohet, industrinë e ndërtimit e përdorte për të pastruar para të grupeve të ndryshme kriminale. Kreu i SPAK hodhi poshtë akuzat për represion në hetime, duke theksuar se masat i vendos gjykata dhe se SPAK vepron gjithmonë mbi bazën e provave. Është një përpjekje për ta paraqitur SPAK si një organ represiv. Për ta saktuar nuk është SPAK që cakton mas sigurimi. Masat e sigurimit caktohen nga gjykata. Në aspektin ndërkombëtar, Dumani theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë qenë mbështetje e vazhdueshme pa ndërhyrje në hetimet e brendshme, ndërsa bashkëpunimi vijon normalisht dhe me administratën Trump. Kur nuk ndërhyjnë në çështjet e SPAK, po janë aty për të mbështetur. Në këtë fund mandati, Dumani pranoi se disa situata mund të ishin menaxhuar më mirë, por përkushtimi ndaj detyrës ka qenë maksimal. Ai hodhi poshtë pretendimet se do të kërkonte një mandat të dytë.